Të tjera, Acari mbërthen Bulqizën, probleme me rrugët rurale. Rreshtet e shiut janë ndërprerë në të gjithë qarkun Tibër, duke ja lënë vendin temperaturave shumë të ulta. Një pjesë e Verilindjes u përfshin nga rreshtet e Borës, sidomos në zonat e thella malore. Mbrëmjen e kaluar edhe Bulqiza u përfshin nga rreshtet e Borës, ndërkohë ulja ekstreme e temperaturave ka bërë që të ketë prezencë të akullit. Në disa rrugë rurale është bërë e vështirë lëvizja e automjeteve, ndërsa në terren kërkohet ndërhyrje për hedhjen e kripës, sidomos në zonën e fushë Bulqizës. Po ashtu, prezenca akulli mësohet se ka edhe rruga Ure-Çerneci-Librasht, ku në disa segmente është e vështirë lëvizja pa zinxhir. Here e fortë që ka përfshirë zonat rurale ka bërë që në shumë fshatra të ketë mungesë të energjisë elektrike, ndërsa grupet e OSHE po punojnë në terren për rikthimin e tyre. Temperaturat e ulta do të vijojnë të jenë prezente edhe në ditët në vijim, ku pritet që gjatë natës të arrijnë afër zeros. Sipas sinoptikanëve, temperaturat do të rriten gradualisht, ku në fundjavën e ardhshme pritet të ketë rikthim të rreshjeve të shiut.